Pas vdekjes së Papa Franceskut në moshën 88 vjeçare, sytë e botës katolike janë kthyer nga Roma, ndërsa Kisha Katolike hyn në një periudhë të re pritjeje dhe vendimesh. Varrimi i Papës pritet të bëhet brenda 9 ditëve, ndërsa procesi për zgjedhjen e pasuesit të tij nga konklava do të nisë muajin e ardhshëm, të paraprier nga asamblet e përgjithshme të kardinalëve. Zgjedhja historike e Papës së parë të Amerikës Latine shënoi një pikë these në Kishën Katolike. Sipas Daily Mail, pyetja që lind tani është nëse ka ardhur koha për Papan e parë me ngjyrë apo aziatik, por cilët janë 8 pasardhësit më të mundshëm të Papa Franceskut. Në fakt 8 kardinalë shquhen në betejën e trashëgimisë, teksa Vatikani përgatitet për konklavën që do të zgjedh Papën e re. Peter Turkson, ish peshkopi Cape Coast, konsiderohet si një kandidat i mundshëm për të bërë Papa i parë me ngjyrë. Me origjinë nga Ghana, ishte dërguar nga Papa Francesku si i dërguar paqeje në Sudanin e Jugut. Për çështjen LGBTQ, ai merr një rrugë të mesme, duke theksuar se ligjet në shumë vende afrikane janë shumë strikte, por gjithashtu se duhet të respektohen pikpamjet lokale. Në të kaluarën ai konsideroi gjithashtu favorit në konklavën e 2013-s, Luis Antonio Tagle. Zgjedhja e Luis Antonio Tagle do të shënonte rritjen e Papës së parë aziatik në një rajon me një popullsi katolike në rritje të shpejtë, edhe pse ai ka shprehur kundërshtimin e të drejtave të abortit në Filipine, konsiderohet si një nga zërat më liberal në Vatikan. Ai është shprehur se Kisha është treguar e ashpër ndaj homoseksualëve dhe çifteve të divorcuara, fakt që sipas tij pengon punën baritore. Kardinali Pietro Parolin, ish sekretari i shtetit të Vatikanit dhe bashkëpunëtor i ngushtë i Papa Franceskut, është kandidati i vazhdimësisë, edhe pse konsiderohet i moderuar, ai nuk arrin pozitat liberale të paraardhësit të tij. Në vitin 2015 ai e quajti legalizimin e martesave të njëjtit seks në Irlandë një humbje për njerëzimin. Reputacioni i tij është dëmtuar vitet e fundit për shkak të marrëveshjes së Vatikanit të vitit 2018 me Kinën, të cilën shumë e shohin si shumë të përshtatshme për Partinë Komuniste. Peter Erdo, kryepeshkopi i Esztergom Budapest, do të ishte Papa i dytë pas Gjon Palit të dytë, që do të vinte nga ish bloku sovjetik. Ai ka mbrojtur veprën e paraardhësit të tij, Josef Minsedi, i përpjekur nga regjimi komunist. Jose Tolentino nga Madeira është një nga kandidatët më të rinj dhe paraqitet si përfaqësuesi një kishe më moderne. Ai u ka bërë thirrje teologëve që të angazhohen me kulturën bashkëkohore përmes kinemas dhe muzikës. Ai ka shërbyer në shumë poste të Vatikanit dhe konsiderohet një pranie freskët. Matteo Zuppi, kryepeshkopi i Bolonjës që nga viti 2015 dhe kardinal që nga viti 2019, u zgjodh nga Papa Francesku si i dërguar për paqe në luftën në Ukrainë. Në vitin 2023 ai vizitoi Moskën, duke u takuar me patriarkun Kirill, por pa ndonjë rezultat thelbësor. Mario Grek, ish peshkopi i Gozës dhe sekretari aktual i përgjithshëm i Sinodit të Peshkëve, i ka bërë thirrje kishës të adoptojë një gjuhë të re për trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me çiftet e të njëjtit seks dhe të divorcuarit, megjithatë qasja e tij mbetet mjaft tradicionale për çështjet kyçe. Robert Sara nga Guinea Franceze është një tjetër kandidat i mundshëm që mund të bëhet Papa i parë me ngjyrë. Mosha e tij vepron si një disavantazh, por ai ka një përvojë të gjatë në Vatikan që daton që nga koha e Gjon Palit të dytë. Tepër konservator, ai ka dënuar ideologjinë gjinore dhe ka mbajtur një qëndrim të fortë kundër fundamentalizmit islamik.